Pas shpërndarjes së mjeteve për projektet kulturore nga Ministria e Kulturës, në opinion ka pasur reagime të shumta. Të fundit që kanë reaguar janë nga Festivali Teatrove Othello, i cili nuk ka fituar asnjë mbështetje financiare. Drejtori i festivalit Argjend Hasani kërkoi takim urgjent me Ministrin e Kulturës Zoran Lutkov që të zgjedhë një zgjidhje sa më të shpejtë, sepse në të kundërtën Hasani tha se ky shqetësim prek rënd realizimin e programit artistik, angazhimin e trupave të huaja e vendase, si dhe aksesin e publikut ndaj iniciativave kulturore të festivalit. Duke qenë se Othello është pjesë e itinerarit kulturor të vendit dhe kontribon në promovimin e artit skenik dhe turizmit kulturor, kërkojmë me urgjencë një takim zyrtar me zotin Lutkov, Ministrin e Kulturës, për të marrë shpjegimet e nevojshme dhe për të diskutuar mundësitë e riparimit të kësaj situate. Ndërkaq, producenti i festivalit Berat Saliu dyshon se ky refuzim për mbështetje financiare nga Ministria e Kulturës mund të ketë prapavi politike. Dyshimet tona janë dyshimet tona kryesore janë prapavi politike. Tash ne nuk merremi me politikë. Ndoshta është vështirë ta themi kështu, po dyshojmë. Do të thonë gjithçka ka të bëjë me politikën në Maqedoni për fat keq. Dyshimet tona janë këto. Kujtojmë se 2 ditë më parë, Ministri i Kulturës Zoran Lutkov tha se përzgjedhja e projekteve kulturore është bërë mbi bazën e cilësisë dhe jo përkatësisë etnike. I pyetur për përqindjen e projekteve shqiptare, ai deklaroi se i vjen keq të shoh shqiptarë si përqindje dhe theksoi se ndarja etnike e projekteve është e pamundur.